Si e shpëtuan botën Fatmir Mediu dhe Eli Fara nga ngrohja globale, udhëtime luksi dhe harbim nëpër hotele për të ndaluar shkrirjen e akullnajave. Fatmir Mediu dhe Eli Fara kanë dhënë një kontribut historik në luftën kundër ngrohjes globale. Këngëtarja e njohur Eli Fara po pranon në heshtje 56 udhëtimet me para publike me Fatmir Mediun në Europë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kur Mediu ishte ministër i mjedisit të qeverisë e Sali Berishës në 2009-2013. Pasi i shpëtoi ndërshkimit ligjor për Gërdecin në shtator të 2009-s, si ish ministër i mbrojtjes, Mediu u emërua nga Berisha ministër i mjedisit gjatë mandatit të dytë qeverisës. I lehtësuar se i shpëtoi drejtësisë për rolin e tij në tragjedinë me 27 viktima në Gërdec, Mediu riktheu vëmendjen tek Eli Fara, për të cilën sajoi një post në ministri për ta pasur sa më pranë dhe pse jo për t'i kënduar në një serenat gjatë ditës. Mediu e emëroi Elin drejtoresh për ngrohjen globale, post i cili krijonte mundësi për udhëtime të shpeshta jashtë vendit në luftë kundër shkrirjes së akullnajave. Dhe kështu Mediu dhe Eli Fara nisën rrufeshëm luftën kundër akullnajave, duke shpeshtuar udhëtime drejt vendeve evropiane dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sipas një burimi pranë tyre, Mediu dhe Eli Fara, pas çdo betejë me liderët botëror kundër akullnajave, përfundonin në hotele me pesyje, vende egzotike në Maldive, Dubai e tjerë. Ndoshta i vetmi shqetësim për Mediun ishte ndonjë fantazm nga Gërdeci. Të paktën 56 udhëtimet janë dokumentuar me para publike. Kur lajmi u publikua nga pamfleti disa muaj më parë, Eli Fara reagoi si e indinjuar, duke mohuar patupërësisht të vërtetën, si dhe duke paralajmëruar hapa ligjore. Duke e ditur se hapat ligjor do të zbardhin detaje të reja rreth luftës me Mediun kundër akullnajave, këngëtarja u tërhoq në heshtje. Këngëtarja Eli Fara ka jetën e saj private, por zonja përbën interes publik kur harbohet në vendet egzotike me hotele me pesyje me para publike, pra me parat e taksapaguesve shqiptar, aq më tepër me një ish ministër, simbol i mos ndërshkimit në Shqipëri. Nga ana tjetër, Eli Fara duhet të jetë objekti i spakut për të ndjekur gjurmët e parave të Fatmir Mediut. Eli Fara ka një vilë luksoze në Durrës, jo shumë larg nga vila e Mediut në Kavaj, i cili fillimisht kur hyri në politik ka përfituar kredi shtetërore për banesë si i pastre. Ka dyshime të forta se vila e Eli Farës është blerë nga Mediu me para të pajustifikuara. Një burim pranë tyre theksoi se Mediu ka kaluar disa pasuri me vlerë qindra mijëra euro në emrin e Eli Farës.